Është sezoni i fiqve, por ky frut në të gjitha varietetet e tij është gati i ndaluar për pensionistët, dhe jo sepse është i dëmshëm për shëndetin, por për shkak të çmimit me të cilin tregtohet në markatën e qytetit të Durrësit. Megjithëse çmimi ka rënë ndjeshëm krahasuar me një javë më parë, kur tregtohej me 700 lekë të reja, ai ende është thuajse një moll i ndaluar për pensionistët, që e kanë të pamundur ta blejnë me çmime që varjojnë 250 deri në 300 lekë kilogrami. Edhe fiku që nuk ka nevojë për asnjë lloj shërbimi nga ai që e bën këtu, është më shtrenjtë nga gjithë artikujt tjerë. Me 3.000 lekë, me 7.000 lekë, me 5.000 lekë, tash ka shku 2.500, 3.000, po kush ta marrë atë 2.500, 3.000? Me shtrenjtë ja, shkojmë brenda, çfarë? Pse ka shumë? Se ka rritur kaq shumë? Janë me pakicë. Pra, ka pak prodhim fiku këtë vit? Sa është më shumë krahasuar me një vit më parë, çmimi i fikut? Sa ka qenë vjet? Prit me treguar. Në këtë periudhë kaq ka qenë në fillim. Pastaj duke shtuar duke çmimi. Në markat, çmimet e frutave dhe perimeve kanë rënë ndjeshëm, pasi në treg dominon prodhimi vendas, por për pensionistët, çmimet vijojnë të mbeten të larta, sepse me pensionet që marrin, e kanë të pamundur të përballojnë kurbën gjithnjë në rritje të produkteve të konsumit. Çmimet janë, shikoj, po çmime janë, të stinës janë, përballueshme janë. Po konsumatorët si reagojnë ndaj këtyre çmimeve, sidomos pensionistët? Pensionistët janë shtresa më diskriminuar. Edhe se kur gjysmën e këtij çmimit e japësh për pensionistin është shumë. Sepse atë rrog merr. Për ne pensionistët janë shtrenjtë. Mundohemi ku të gjejmë çik më lirë. Lart janë. E kemi problem se përballojmë dot me ato pensionet që kemi. Madje edhe për pensionistët italian, që deri 4-5 vite më parë zgjidhin Shqipërinë për të kaluar vitet e pensionit, shtrejtimi i kostove të jetesës po ndikon drejt për së drejti në cilësinë e jetës së tyre. Prezzi sono molto alti. Çmimet janë shumë të larta, sidomos në jug të Shqipërisë. Në zonat bregdetare janë si në Itali. Ne italianët, që pensionet i marrim në euro, kemi humbje deri në 30% për shkak të këmbimit valutor. 4 vite më parë kur erdhëm, euro ishte me 120 lekë, aktualisht këmbehet me 90 lekë. Çmimet ndërkohë janë rritur thuajse me 40%. Tregtarët bëjnë të ditur se dhe për gjatë muajit gusht, çmimet e frutave dhe perimeve pritet të jenë në të njëjtat nivele, për shkak të prodhimit bujqësor të fermerëve shqiptar.